Kur është koha më e mirë e namazit të natës për atë llojin e veçantë të muslimanëve të fshatit Fan, me duket sikur po i le pas dore. Koha më e mirë e namazit të natës, si për muslimanët e fshatit Fan, si për muslimanët e Mekës, Medinës, Tiranës, Parisit apo Prishtinës, është e njëjtë. Pra, koha më e mirë e namazit të natës, pra që të falë njeriu namaz nate, është 1/3 e fundit e natës. Kur është 1/3 e fundit e natës në Tiranë, pra ajo është koha më e mirë për të falë namaz nate. Kur është 1/3 e fundit e natës në fshatin Fan, ajo është koha më e mirë për të falur namaz nate. Ndërsa muslimanët, për mua janë gjithë veçantë, nuk ka dallim. Pra gjithë në Islam, të gjithë janë të veçantë. Nuk ka dallim midis arabit, huajit, kinezit, amerikanit, evropianit, anglezit, ku di unë, çfarë mund thush, afrikanit. Ajo që shikohet është zemra e njeriut. Devotshmëria e tij.